Shërbimi i inteligjencës së jashtme i Federatës Ruse ka akuzuar Serbinë se pavarësisht deklaratave se është neutrale, po vazhdon të dërgojë municione në Ukrainë. Në një deklaratë publikuar më 28 maj në faqen zyrtare të Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Federatës Ruse, përmenden emrat e disa kompanive serbe të industrisë së mbrojtjes, municionet e të cilave thuhet se kanë përfunduar në duart e ushtrisë ukrainase. Në korridorin e vdekjes të organizuar në Serbi, një vend mik i Rusisë, janë të përfshira kompanitë më të mëdha të industrisë ushtarake, thuhet në deklaratë. Radio Europa e Lirë raporton se Shërbimi Rus i Inteligjencës pretendon se këto kompani kanë furnizuar qindra mijëra pretha për raketa hedhëse dhe obus, si dhe miliona plumba për armë të vogla zjarri. Sipas inteligjencës ruse, kjo ndihmë nga Ukraina po maskohet përmes certifikatave të rreme të përdoruesit final dhe përdorimit të shteteve ndërmjetëse, kryesisht shtetet të NATO si Çekia, Polonia dhe Bullgaria, si dhe në kohët e fundit edhe përmes kanaleve më egzotike që përfshin shtetet afrikane. Në deklaratën me tone të ashpra thuhet se etja për pasuri e prodhuesve serb të armatimit dhe mbështetësve të tyre në kurrizë të gjakut të popujve vëllazëror slav ka bërë që ata të harrojnë plotësisht se kush janë miqtë e vërtet dhe kush armiqt.